kërkojnë marrëveshjen prej BDI-s, se u pa puna e BDI-s. Se këto duhen tash menaxherët bëhen edhe të partive tjera çka duhet kërkojnë. Ali Ahmeti thotë shumë janë parti tjera, vetëm 2 duhen. BDI-ja dhe PDSH-ja duhen, se mirë, kooperojnë edhe këtu është problemi. Marrëveshja politike e re është një proces i cili duhet të ndodhe dhe do të ndodhe në momentin kur këto parti politike do të legjitimohen dhe do të ndodhen në parlament. Nuk e kërkojmë prej askujt. Për gjithë të parti që kanë mundësi, Lëvizja e Re, BESA, RDK-ja, të cilët kanë mundësi që të bashkohen, ajo atë partin tuj që Gzimostreni, se di, degën tuj që e nëzorët për nevoja interne. Dhe kjo është një proces. Është Konstantini Yti? Po dhe po. Po jo, po më vje keq. Po ti më pyete, unë tregoj. Po jo, pa dhe unë po tregoj. Më vje keq. Bashkimi Demokratik për ato konstatimet e tua. Po jo, konstatimet e mia janë të mia, po nuk është konstatimet e tua se tash në publike. Është konstatimi i gjithë. Ti tash flasësh konstatimi i analistëve, konstatimi i aty në atje qytetarëve, tash dalë me një konstatim se vetëm ju pas ki drejt, jeni jashtë kësaj bote, edhe tash këtë popull duhet ta ndrojmë. Ta bëjmë me tersin tuaj. Me leje, mos e abuzo. Po nuk abuzoj kur gjë, vetëm bëj analizë. Se ti duhesh ta mësosh partit tjera çka duhet kërkojnë. Kuj do t'ja kërkojnë marrëveshjen e re historike. Gjithsesi se ty edhe BDI-s nuk do t'ja kërkojnë për arsye se ju keni marrëveshje tjera. Faleminderit. Ju keni marrëveshje tjera. Do të dëshmoj koha kush është më transparent. Me lejo. Po ç'e lejo? Sos e fjalën, të sosi unë. Jo, më lejo se nuk më lat. E di që po në fushat. Jo, sos, tash çfarë provokimi ke? E sos, tash e kom. Jo, desha të them. Hajde thu. Që më vje keq. Krijimi një subjekti tri uniteti nuk është konspiracioni i Bashkimit Demokratik për Integrim. Mu vje keq pse ne i helmojmë edhe jetojmë me konspiracione. Nuk është. Është Lëvizja për Reforma, është konspiracioni i Menduthaçit? Jo. Lëvizja BESA e kujt është konspiracion? Sipas çështjes tënde. Nuk janë ato konspiracione. Idenë perverse të krizës së BDI-s, se cila i ka parametra, se tashmë nuk do të fiton. Edhe për të tentu, po, analiza është kjo, nuk është mendim, për të tentu se mos ndodhe Kumanova, mos vriten kryetarët e degëve, mos ndodhen vrasje tjera, për tentu që edhe një herë të fitojnë diçka, ata i lëshun do satelitë të cilët bëjnë një parti. Cilë satelit? Që këto që janë Gzimostreni. Po je... Tani... Fjala publike... Satelit, po publike është. Publike është për të mbledhur diçka. Ju akuzoni Gzimostreni dhe një parti tjetër që ka satelit. Nuk e akuzoj. Është sateliti BDI-s. Për arsye se 15 vjet general nën kryetar BDI tash para zgjedhjeve vajte bëj parti. S'ka logjik.